Ky është problem sistemor që po përcjell ka qeverinë në dy standarde, në dy binar. Edhe deputet edhe minister nuk është e drejtë, nuk është frymë kushtetuese dhe vërtet sjellja vendimeve të tilla pavarësisht në çfarë raporti dhe për çfarë arsye, çfarë motivi që po dihet çfarë është. Vjen era fushat, në njërin anë me hyn fushat për zgjedhje lokale, në anën tjetër mos me pas mundësi me menaxhu suksesin për ndërtimin e kuvendit edhe të qeverisë Kosovës, është diçka që po lexohet drejt. Është irrituese, është e nevoshme edhe për mua, edhe për neve, edhe për qytetarët. Si avokati Koçi që del këtu edhe kërkon me implementu zgjedhjet e 9 të shkurtit. Nuk është opcioni i zgjedhjeve që i zgjidh problemet në këtë vend. Dhe natyrisht do të bëj përpjekje maksimale që me gjetë një zgjidhje politike më konstitu kuvendi, organet e Republikës edhe më morë mandati për qeveri. Kjo është ajo që krejt presi mendon dhe kjo është mandat. Është e pafuqishme sot edhe partia politike, edhe deputeti me ndiku te partia e parë e cila po punon ditën me procedurë si sot, e kënaq formën procedurale, sa mbrëmje nuk po arrin sukses me i bind liderët politikë edhe deputet fundja që me rrini shumicë për kuvend, edhe për qeveri. Më pyet mu, nuk dilet prej kuvendit pa e zgjedh. Sepse mundet na me qëndru në sallë 24 orë, 48 orë pa shku jashtë, derisa të zgjidhet. Zoti Dehari e ka ndru standardin për me knaq formën, po pa rezultat, kjo problemi. Ata po e shohin formën e jo rezultatin. Partia e parë po punon për formë, për procedurë e jo për rezultat edhe për marrëveshje politike. Marrëveshje politike është vetmja mundësi me debloku. Domosdoshmërisht do të më mrini marrëveshje politike. Sepse procedura u dëshmu tash e 60 ditë që procedura nuk e zgjat problemin.